Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit gusht edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e luanit. Dhe ftoj gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk e kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do filloj me energjinë e shenjës tuaj. Shohim se si do jetë muaji. Dhe doli karta e diellit. Atëherë, kemi të bëjmë me energjinë e shenjës tuaj, energjinë e shenjës së Briciapit dhe energjitë shenjave të ujit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi shoh një lindje, ju sikur i lindni, dielli lind për ju gjatë këtij muaji, sepse jeni në muajin tuaj dhe unë ju uroj gëzuar ditëlindjen të gjithë ju të shenjës së luanit, por shoh gjithashtu që do jeni të lumtur, do keni sharm, do keni shkëlqim, do jeni në qendër të vëmendjes në fillim të javës së parë. Por shoh që një pjesë prej jush mund të keni edhe lindje gjatë kësaj periudhe, një lindje që do t'ju sjelli lumturi. Gjithsesi, unë shoh që në fillim të muajit është një periudhë shumë e lumtur për ju. Ju do jeni vërtet në qendër të vëmendjes në lidhje me gjithçka, te vendi punës, në familje, në shoqërinë tuaj, por edhe në situata të ndryshme që mund të jeni. Gjithsesi, në mesin e javës ju shoh që një pjesë prej jush keni shumë pasion, keni shumë emocione në lidhje me dashurinë dhe shoh një fillim të ri në dashuri. Ju ndjeni entuziast, ndjeni shumë të gëzuar gjatë javës, por ndërkohë shoh për një pjesë tjetër mund të keni kaluar situata stresi, situata tensioni, mund të keni pas të bëni me njerëz toksik, me situata toksike që ju kanë rrethuar. Gjithsesi, jeni në një energji, sepse këtu kemi planet Saturnin, ku ju të gjitha këto situata që keni kaluar, ju keni marrë mësimet tuaja dhe do jeni më të organizuar, do dini çfarë kërkoni, çfarë dëshironi në lidhje me një dashuri, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, në lidhje me fëmijët tuaj, por dhe në lidhje me emocionet tuaja. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë kemi të bëjmë energjitë shenjave të zjarit, që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të tokës. Shoh një komunikim, do keni një komunikim me një person. Në javën e dytë, ky komunikim do jetë nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet internetit. Shoh që aty nuk e di, do keni një njohje të re për një pjesë prej jush, dhe është një person që ka shumë emocione. Në lidhje me pjesën tjetër, do keni një komunikim më të mirë në marrëdhëniet tuaja, do merrni lajme të shpejta, do keni udhëtime, do veproni shumë shpejt, si në lidhje me dashurinë me një person, në lidhje me punën, anën ekonomike, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni, ose ju mund të qëndroni dhe gjatë gjithë kohës në rrjete sociale. Për pjesën tjetër shoh që dhe aty do merrni një vëmendje shumë të madhe gjatë kësaj periudhe, por është një fillim jave që ju mund të aplikoni edhe në lidhje me vende pune. Mund të jetë një vend pune jashtë shtetit, sepse shoh udhëtime, mund të jetë nga një qytet në qytetin tjetër dhe ju do veproni shumë shpejt aty. Do merrni lajme të mira, do jeni të gëzuar dhe shoh që në lidhje me dashurinë, shoh që do bashkëpunoni me këtë person. Jeni në të njëjtën energji, shoh dy persona që kanë shumë emocione për njëri tjetrin, dhe shoh që do arrini të stabilizoni një situatë në dashuri, në familjen tuaj për një pjesë tjetër, ose edhe në lidhje me anën ekonomike, ku merrni lajme të mira, shoh të ardhura në rritje, ju do merrni një shumë të konsiderueshme parash, mund të jeni duke menduar për të blerë një shtëpi, për
për të investuar ose për të qenë bashkë me fëmijët tuaj dhe mund të investoni dhe për pushimet e verës, ndërsa në rastin tjetër mund të mendoni të bleni një makinë, mund të bëni blerje online, mund të bëni blerje të ndryshme, por që janë blerje të mëdha. Është një javë fantastike me lajme, veprime të shpejta, një çlirim shpirtëror nga situata të ndryshme, por dhe një stabilitet në lidhje me çfarë do lloj situate që keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë në javën e tretë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të ujit. Do lini mbrapa problemet që mund të keni pasur, vështirësi që keni kaluar në lidhje me një dashuri dhe do mendoni të ecni para në lidhje me këtë person që do njihni. Ndërsa për pjesën tjetër do tregoni më të kujdesshëm në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Do tregoni më të kujdesshëm në lidhje me punën, në rrjete shoqërore që mund të keni që në lidhje me internetin, dhe pse shoh që do merrni shumë vëmendje aty. Por ju do jeni më të përmbajtur duke lënë mbrapa gjithçka që mund të keni kaluar. Dhe në mesin e javës tretë ju shoh shumë konfuz. Ju dëshironi të ecni para, dëshironi të jepni zgjidhje situatave, aty ngeceni, sikur nuk jepni dot zgjidhje një fillimi të ri, sepse doni të mbroni veten tuaj nga çështje dhe situata të ndryshme. Në lidhje me një dashuri, shoh që keni ngritur muret mbrojtëse, keni mbyllur syt, nuk dëshironi të shikoni gjërat qartë, edhe pse shoh që do keni njohje të reja dhe është një njohje shumë e mirë gjatë këtij muaji, ju nuk ndjeni të sigurt akoma për ta bërë këtë fillim të ri. Edhe pse do keni një bashkëpunim me këtë person, duke qenë së bashku, ndoshta duke kaluar pushimet e verës, dhe ju shoh në fund të javës tretë, ju shoh pak të trishtuar, por ky person është duke ju ofruar dashuri. Ose në rastin tjetër mund ta refuzoni një dashuri që do t'ju vi, sepse ju doni të mbroni veten tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër, kjo ka lidhje me një ofertë pune që do t'ju vi, ju ndoshta keni kaluar shumë probleme në lidhje me punën, me anën ekonomike, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme, dhe kjo gjë ju fut pak në dilema në lidhje me një fillim të ri. Mund të jetë një fillim i ri jashtë shtetit, mund të jetë një fillim pune nga një qytet në qytetin tjetër, ose në lidhje me një udhtim që ju dëshironi të bëni. Nuk e di, por jeni përqendruar në një lloj trishtimi, por një dorë nga universi ju thot: urdhëro ku e keni këtë kup, këtë ofertë, këtë mbështetje të madhe nga universi. Thjesht dilni nga kjo situatë duke menduar gjërat me trishtim, sepse mendoni gjithmonë për të mbrojtur veten tuaj. Por hapini syt, jepini zgjidhje situatave, mendoni çfarë dëshironi të bëni në lidhje me një dashuri, çfarë ju dëshironi të bëni në lidhje me punën nga ana ekonomike, në lidhje me pushimet tuaja, me familjen, merrni situatat si i keni, sepse është një dorë nga universi që do t'ju mbështesi gjatë këtij muaji. Jeni në muajin tuaj, i keni të gjitha mundësitë dhe favoret për të bërë gjërat që dëshironi. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt kemi të bëjmë me energjinë, me kartën e vendimit, energjitë shenjave të tokës dhe të zjarit. Në javën e tretë ju shoh pak konfuz, dëshironi të ecni para, refuzoni oferta që mund t'ju vinë në lidhje me dashurinë, me punën, por në fillim të javës së tretë ju shoh që ju merrni vendime të rëndësishme në lidhje me një dashuri. Dhe këtu bëhet fjalë në lidhje me një person që jeni distancuar, që keni një distancim emocional, që keni një shkëputje, ose në rastin tjetër mund të jetë personi që është në një distancë të gjatë, ju nuk dini çfarë zgjidhje të jepni me këtë person, por unë shoh që do merrni vendim në fillim të javës 4. Vendime do merrni dhe në lidhje me punën, ose nga ana ekonomike, në lidhje me një ofertë që do t'ju vi, por dhe në lidhje me çështje të ndryshme. Ndoshta ju merrni një vendim për të shkuar dhe me pushime, për të investuar te fëmijët tuaj, ose për të qenë bashkë me fëmijët tuaj, me familjen tuaj. Dhe në mesin e javës, ju shoh që ju do investoni nga ana emocionale në lidhje me një person, në lidhje me familjen tuaj, por shoh që do keni dhe të ardhura në rritje. Mund të bëni një punë të dytë, mund të kërkoni një rritje rroge për ata që do vazhdojnë do jenë në punë,
në fund të muajit, por gjithsesi shoh një investim, shoh rritje të parave këtu dhe në fund të muajit jemi të energjisë zjarit, ju shikoni gjërat që ju rrethojnë, dëshironi të jeni në pritje të një përgjigje nga një person që ju do investoni, sepse ju shoh që merrni vendime, dëshironi të investoni te ky person në lidhje me dashurinë dhe në fund të muajit jeni në pritje të një përgjigjeje, sepse është një njofje që ju e refuzoni në një moment caktuar, sepse jeni përqendruar te një lloj trishtimi, por mbasi merrni vendim që të investoni te ky person, do prisni një përgjigje nga ky person. Mund të jetë person në distancë që ju vërtet e prisni, sepse shoh që mund të keni një distancim ose jeni në një distancë të largët, në një shkëputje, dhe do filloni të bëni plane afatgjata në lidhje me një dashuri. Por për pjesën tjetër ka lidhje me anën ekonomike, ku merrni vendime të rëndësishme për të rritur paratë tuaja, të ardhurat, për të zënë një pozicion më të mirë pune në karrierën tuaj, për të investuar më shumë te fëmijët tuaj. Dhe ju shoh që aty do filloni, do ndryshoni këndvështrim dhe do bëni plane afatgjata në lidhje me çfarë do lloj situate, me kontrata të ndryshme që mund të keni, me çështjen e dokumentave për një pjesë tjetër për gjithë ata që ndihen në dilema dhe konfuz, shoh që nuk jepni dot zgjidhje, por aty një dorë nga universi do t'ju japin mbështetje dhe unë shoh që ju do merrni vendim, ndoshta do jepni dhe disa para më shumë dhe shoh që këtu do harrini të bëni diçka në lidhje me këtë gjë, duke menduar për një afat të gjatë, në lidhje me disa dokumenta, në lidhje me studimet tuaja, ku nuk dini çfarë degje të zgjidhni, dhe shoh që aty ju vjen një ofertë e mirë dhe ju merrni një vendim vërtet për të investuar dhe për ta parë më seriozisht këtë ofertë që do t'ju vi, duke bërë plane afatgjata, por duke ndryshuar dhe këndvështrim. Ju ndoshta keni menduar të bëni diçka tjetër, por është momenti që ju do ndryshoni në lidhje me këtë. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt. Është një muaj fantastik, do jeni në qendër të vëmendjes, me shumë emocione, çlirim nga situata toksike, nga njerëz toksik, lajme të mira, do veproni shpejt, energjia e qendrës është fantastike, të gëzuar, një çlirim shpirtëror, blerje të ndryshme që do bëni dhe janë blerje të mëdha, marrje parash, do lini mbrapa, do keni kujdes vetëm në javën e tretë, sepse ju shoh që jeni konfuz në lidhje me fillime të reja që dëshironi të bëni. Por javë e katërt ju sjell me vendime, me investime, me rritje parash, por edhe duke ndryshuar këndvështrim, duke i parë gjërat më në perspektivë. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëherë, kemi energjitë shenjave të ajrit këtu dhe thot, ndjeni një shtypje të madhe, nuk e di kush nga ju, ndjeni një shtypje, lëreni kohën, thot, të bëj atë shërimin e vet, t'ju shëroj në lidhje me çështje dhe situata toksike, me njerëz toksik, nuk e di se çfarë situata mund të keni kaluar, por gjithsesi unë shoh që është mirë që është një periudhë, lëreni kohën që t'ju shëroj në lidhje me shtypje të brendshme që ju mund të keni pasur. Është e nevojshme të falni veten tuaj, por dhe të tjerët, dhe të ecni para. Është një mesazh shumë domethënës për ju, nuk e di kush mund ta gjej veten këtu, por gjithsesi jeni të mbështetur nga angjëjt në lidhje me çështje që mund t'ju kenë shtypur nga ana emocionale, mund t'ju kenë shtypur në lidhje me një dashurim, në njofje të lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, në lidhje me punën, diçka që ju ka shtypur në lidhje me punën, ose edhe në çështje situata të ndryshme familjare. Atëherë lëreni kohën të shëroheni, t'ju shëroj më saktë. Është e nevojshme, thot, të falni veten, por të falni dhe personat e tjerë. Atëherë, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe videot me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj vërtet një muaj të mbar, dëgjim të këndshëm dhe një mbasditë sa më të këndshëm.